Pasi që njeriu është një qenie shoqërore, që me do e mos ka me bashkjetu me dikën, të njëjtin ambient, ka me nda me dikën, atëherë ka para pa feja, rregulla, konform të cilave ti bashkëvepron me të tjetrin. Dhe këtu nuk i kalon ana si çështje vullnetare, por i ka vendosur si themele, bazë të adhurimit e që këtu shndërrohen në praktika. Do të nuk mbesin teori. Dhe për këtë në ajetin kuranor ku Allahu Azza wa Jall e përmend obligimin më madhor që e ka obligu njeriu me të, e që ka të bëjë me besimin, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, adhurojeni Zotin një vetëm dhe mos i bëni atij ortak në asgjë. Në të njëjtin ajet kuranor të surës Nisa përmendet wal jari dhil qurba wal jari al junub. Dhe keni kujdes të veçantë dhe mirësi të veçantë dhe mirësjellje të veçantë ndaj fëmijëve të afërt, po edhe atij të largët. Që do të thotë në të njëjtin ajet ku përmendet çështja e besimit në Allahun Azza wa Jall, gjithashtu pasohet ky besim me kujdesin ndaj prindve, me njëherë pasohet me kujdesin, mirësinë ndaj fëmijëve. Dhe jo vetëm që është porosi kuranore, por se është e lidhur dhe me shtyllën dhe me themelin që është besuarit Allahut, pra duket sikur është shumë e rëndësishme në një farë mënyrë. Padyshim, mu këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zbërthy duke thënë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Pasha Allah nuk ka besu. 3 herë është betu. Dhe sahabët janë çudit. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të betohet 3 herë për ta mohu faktin e imanit nga dikush, dhe kanë thënë ja Rasulullah, kush nuk ka besu, ka thonë ai i cili sillet keq me fëmijën e tij. Që do të thotë nga frytet dhe nga vetë fundamentet përbërëse të imanit është mirësjellja ndaj fëmijët.